Edhe mësimi i tretë është që është i motivuar nga dashuria dhe kjo është sakrifica më e madhe për ne. Do të lexoj pak nga Luka 19, vijojmë atje ku ishim. Dhe kur ai po afrohej, e pa qytetin dhe qau mbi të duke thënë: "O sikur ti, pikërisht ti, të njihet të paktën në ditën tënde ato që janë të nevojshme për paqen tënde. Por tashti ato janë të fshehura për sytë e tu, sepse përmbi ty do të vijë një ditë kur armiqtë e tu do të qarkojnë me ledh, dhe do të rrethojnë, dhe do të vinë të zënë nga të gjitha anët, dhe do të rrëzojnë për tokë ty dhe bijtë e tu, dhe s'do lënë gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar." Jezusi qanë për Jeruzalemin. Nuk qanë për veten, edhe pse kjo kup që ka përpara e di ai që është e hidhur, por ai qanë për Jeruzalemin sepse zemra e Jeruzalemit nuk e njohu kur ky erdhi për të. Është arsyeja pse ai ka ardhur është dashuria. Ne kemi parë në gjithë këto vargjet. E përmendëm pak më parë, Gjoni 3:16. Nga dashuria ai e shpëtoi botën. Ai mund ta kishte bërë në një mënyrë tjetër, por zgjodhi që të vinte si njeri, e të vuante si njeri, e të ecste si njeri, të shkelte, nuk më katoi kurrë, siç e dim, derisa nga dashuria të jepte jetën e vet siç thotë. Nuk ka provë të dashurisë më të madhe se ai që jep jetën për miqtë e tij. Pa ai qau për Jeruzalemin dhe parashikoi atë që do të ndodhte në vitin 70. Do të thotë rreth 40 vjet më vonë. Është koha e perandorit Vespasian, kur tempulli i Jeruzalemit, dhe ky është muri vetëm që ka mbetur ende në këmbë, muri perëndimor, muri i lutjeve, siç e quajnë, muri i vajtimit, këta janë gurët e tempujve. Siç Jezusi parashikoi atë ditë, 40 vjet më pas, në kohën e perandorit Vespasian, kur i biri i perandorit Titi rrethon Jeruzalemin, gur mbi gur nuk mbeti në tempull. Thonë që plani i parë i Titit kishte qenë që ta diqte gjithë qytetin përveç tempullit, duke e ditur që kishte një rëndësi për hebrejnë dhe nuk e kishte qëllim t'i ofendonte. Por zjarri e përpiu tempullin gjithsesi. Dhe zjarri ishte aq intensiv. Dhe ka dhe të tjera shkrime që tregojnë që ushtarët të pabindur, ndoshta ndaj urdhrit, morën ullinj nga kodrat, pemët e ullinjve, gjitha si ishin, dhe e mbushën tempullin me ullinj. Dhe i vun flakën, sepse ulliri do të shërbente për ndezur një flakë shumë të fortë, shumë nxehtë. Dhe tregojnë që i gjithë tempulli ra, gur mbi gur nuk mbeti aty, dhe ari që ishte në tempull shkriu, dhe vetëm kur u ftoh, tregojnë që ushtarët romak merrnin thika për të nxjerrë arin midis gurve të dyshemes, sepse kishte rrjedhur midis gurve dhe pastaj kishte ngrirë atje, dhe këta me thika nxirrnin ar që kishte qenë lart në tempull deri në atë kohë. Dhe këtu profecia e Jezusit për tempullin përmbushet. Do thotë, kjo është çfarë dua të ndaj me ju sot, që jemi në një javë e cila është java e pasionit, sepse e tillë është ecja e Jezusit nga dita e parë deri ditën e fundit në tokë. Është një javë e cila duhet na bëjë të reflektojmë për mënyrën se si ai është, mënyrën se si ai vepron, për gjërat që ai kërkon, dhe mbi të gjitha për gjërat që ai jep. Pra, ai është gjithmonë në kontroll, edhe kur nuk duket se ai është në kontroll, ai është në kontroll. Dhe kjo është paqja më e madhe mendore që apo shpirtërore që një besimtar duhet të ketë. Që Zoti është në kontroll, edhe përmes vështirësive, është në kontroll. E dyta, lutjet tona mund mos jenë gjithmonë ato që përputhen me planin e Perëndisë. Kur gjërat duket sikur nuk po plotësohen ashtu siç ne parashikojmë se do të plotësoheshin, kjo nuk do të thotë se Zoti s'është në kontroll, apo se s'na ka dëgjuar, apo se nuk po vepron. Jeruzalemi e gjithë kombi i Izraelit priste një mbret që të bënte kërdin, të shuante romakët, të rikthente tempullin e Davidit, bëj gjëja siç ishte. Dhe kur nuk e morën këtë brenda javës, kthyen dhe e vranë, sepse ai kishte ardhur për një tjetër mision që ishte më i lartë se ajo çfarë përfituronin ata. Ajo lufta e tyre që u duke e madhe në atë kohë, ishte një gjë e vogël në krahasim me planin e Perëndisë për ta ndarë shpëtimin me gjithë botën. Që ai do të vinte atje për të bërë një vdekje
spektakolare në kryq për cilën flitet akoma 2000 vjet më vonë, në të gjitha kombet. Kështu që planet e tij dhe planet tona mund të mos jenë në të njëjtin rafsh, në të njëjtin kat. Ne mund të jemi një kat më poshtë. Ai mund të jetë ende më poshtë, ende më thellë. Jo gjithmonë i kuptojmë gjërat ashtu siç janë, ashtu siç janë në të vërtetë. Kështu që Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Është tek Romakët 5:9. Unë dua që këtë javë ne të mendojmë, e të lutemi, e të shohim se çfarë Perëndia ka bërë në jetët e gjithë secilit prej nesh, se si këto ndryshime që kanë ardhur pa e kuptuar ne, nëpërmjet një plani i cili ndoshta ishte i fshet për sytë tanë, po ja ku jemi sot. Edhe gjithë secili prej nesh mund të ishte sot diku tjetër, duke bërë gjithçka tjetër. Po jemi këtu, një javë para Pashkës, për të festuar hyrjen e mbretit në Jeruzalem me një gomar. E dua që të mendojmë thjeshtësisht, përulësisht, për atë që ai bëri, e për mënyrën se si e bëri. Pa bërtitur, pa kërkuar vëmendje, pa u qarë, pa u krekosur mbi të gjitha, dhe me dashuri të plotë. E në çdo gjë që ne bëjmë, të mundohemi të ngjajmë atij, dashurinë që ndajmë me njëri tjetrin, mënyrën se si sillemi para njëri tjetrit e para botës, për të qenë imitues të Krishtit.